Mirë se takohemi. Këtë të diel do të lexoj dy poezi nga Xhelaledin Rumi, teolog dhe poet mistik persian i shekullit të 13, i njohur për poezinë e tij mbi dashurinë hynore. Vargu i tij lexohet dhe analizohet ende sot. Poezia e parë titullohet Dita Natë. Në këtë poezi, Rumi pyet veten çfarë është shpirti dhe kërkon përgjigje. Përvoja njerëzore paraqitet si një mërgim i përkohshëm. Në thelb, poezia flet për ndjenjën e të qenit i huaj në botë. Poeti nuk e di nga vjen dhe çfarë duhet të bëj, por është i sigurt se shpirti i përket një vendi tjetër dhe se vetvetja është pasqyrim i diçkaje më të lartë, i një pranie hynore që vepron përmes nesh. Gjatë gjithë ditës mendoj dhe natën them, nga vi dhe çfarë duhet bëj? Nuk e di, shpirti im vjen nga një vend tjetër, jam i sigurt për këtë, dhe atje kam ndërmend të kthehem. Kjo dehje ka filluar në një tavern tjetër. Kur të kthehem në atë vend, do t'jam krejt i kthjellët. Ndërkohë, jam si një zog nga një kontinent tjetër, ulur në këtë kafas të madh. Do të vi dita kur do të fluturoj larg. Por, kush është tani ai që në veshin tim dëgjon zërin tim? Kush i shqipton fjalët me gojën time e kush shikon jashtë me sytë e mi? Çfarë është shpirti? Nuk arrit të ndalem së pyeturi, sikur të mund të shijoja qoftë dhe një grim përgjigjeja, do të dilja nga ky burg dehjeja. Nuk kam ardhur këtu me dëshirën time dhe nuk mund të largohem. Ai që më solli këtu duhet edhe të më drejtojë në shtëpi. Kjo poezi nuk di çfarë të them, nuk përgatis asgjë. Kur nuk jam në brëndit saj, bëhem shumë i heshtur. Dhe flas rrallë. Poezia e dytë, e mrekullueshme, Zgjodha të të dua. Unë zgjodha të të dua në heshtje, sepse në heshtje nuk gjej refuzim, zgjodha të të dua në vetmi, sepse në vetmi askush nuk të zotëron dot veç meja. Zgjodha të të adhuroj nga larg, sepse largësia më ruan nga dhimbja. Zgjodha të të pudh përmes erës, sepse era pudh më lehtë se buzët e mia. Zgjodha të të mbaj në ëndrat e mia, sepse në to ti nuk ke fund. Me këto vargje të bukura ndahemi dhe për sot. Mirupafshim.